Pogradeci po bëhet gjithnjë e më shumë një destinacion i preferuar për turistët, duke përjetuar një rritje të ndjeshme të vizitorëve vitet e fundit. Për të përballuar këtë fluks dhe për të synuar turizmin elitar, bizneset në qytet kanë nisur të rrisin cilësinë e shërbimeve të tyre. Nënkryetaria e Bashkisë Pogradec, Entela Gusho, shprehet se operatorët turistik janë të ndërgjegjshëm për nevojën e rritjes së standardeve. Të gjithë operatorët turistik po rritin shërbimin, po rritin pjesën akomoduese duke sjellë risi, ato të cilët i kërkon koha në komoditetin, apo dhe në pjesën e kulinarisë, restorantet krahas ushqimeve tradicionale po sjellin dhe ushqime të cilat janë të preferuara për këtë elitë të turistëve, tregojnë që ka në Bashkinë e Pogradecit ka ambicie për të rritur cilësinë dhe turizmin elitar. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm është edhe futja e inteligjencës artificiale në industrinë e turizmit. Vetë fakti që inteligjenca artificiale ofron shumë shërbime dhe 24 orë dhe sjell një produkt të ri në prezantimin e gjithë secilit, mendoj që duhet të përkrahet dhe të mbështeten edhe vetë operatorët turistik, të cilët sa më tepër të jenë përkrahës kësaj inteligjencës artificiale, aq më tepër komunikim do të ketë jo vetëm me turistët vendas, por dhe me ata të huaj. Në Pogradec tashmë ka struktura akomoduese që kanë nisur të përdorin teknologjinë në mënyrë më aktive, por sfida mbetet përhapja e saj në të gjithë sektorin turistik.